të asaj kohë. Unë kam bërë për analogji 2 ngjarjet politike në 35 vite, që nga vetë politika janë gjykuar vrasje politike. Është 2 prilli ku janë vrarë Arben Brozi, Nazmi Kryeziu, Bujar Peshtanaku, 4 veta në Shkodër, dhe 20 janari i 2011. Më gjeni një artikulim publik nga cili do politikan për ngjarjen e 2 prillit që ka përmend emrin e kryeministit të asaj kohe të ndjerin Fatos Nata, se ka qenë Fatosi kryeminist. Ma gjeni një, 0. Janë marrë me ish ministrin e Mbrëmshme, ka qenë 50-60 ditë gjësej Gramoz Ruçi. Këtu nuk merren me ministrin e Mbrëmshme, por Berisha që në 2000. Pra mos u qas. Pretendohet se ka një autopërgjim, por gjithsesi ato do ta çmoj SPAK e më pas edhe gjykata e posaçme gjithmonë nëse niset një shqyrtim gjyqësor. Ekspertë gjithanë që në për studio që thonë mund të ketë rraf Berisha ndrejon. Se fillojnë se hetimi do fillu nga nxirja e syut. Kam gjuhë për studio. Dhe ju aluduat për mbledhjen e djeshme, takimin e djeshëm në kryeministri. Deri ke Dajaku, po jo me koka, si për pjesa e mbrëmshme mulohet Dafin. Me aq më shumë që këta që majnë dhe shallvare e kështu janë e kështu gjatë. Dajak shuhet në 2 versionet. Për mu duhet hetohet çdo ngjarje që rëndon në perceptimin qytetar si ngjarje ku politika e pjesë në 35 vite ka duar brenda. Duhet hetohet, por duhet hetohet nga prokuror me integritet. Jo prokuror që tremen nga frita. Prokuror që nuk flasin për anijet e Bangladeshit. Prokuror që i thonë ke blej 6 këmisha, 8 mbrëmshme, 2 kanatiere qarape, nuk merren me 500 milion euro të incenatorit. Prokuror që nuk flasin për 1,2 miliard euro të koncesionit. Prokuror që sa morën dorë SPAK-u bankës e nxorën atë administratorit. Atë që arrestoi Fieri. E kanë lënë kinezë brenda, si duket kinezë nuk i jep rrop për çu trastet, këtu. Se çka ka qenë kinezë 45 ditë ka qenë. Ky Xing Fu Puja, ç'është ky? Sapatar. Edhe ishte me atë qefin e mos i kishte mend kolegës këti, pyes të punoj se çka ke vesh. A fustana pa allane. Pra, me prokurorë që kanë integritet. Sot pash i lajmën që thoi, nuk e di është i vërtet apo, që kanë shkuar, thoshte, BKH, ka bastis zyret e Ministrisë Finance, se u kujtu sot, me shtu Murrizja ka lanë gjopën 120 milion euro Edi Ramos në sy në ku vend në 2020. E qash kjo, tha mu, është gjopa e bankës që e ka falë kjo. Që s'ka drejta falë. Sot që janë kujtua, 5 vjetë drejtorë kjo i doganës, Gen Gazhel Palloshi, me që varet nga Palloshi, nuk është më, këtë ditë që është bo kjo bankës e SPAK, ka bo, qa është bo me gjobën të. E qartë. Jore. Pra, prokurorë që kanë integritet, që nuk përdoren, që nuk sillen si pasoreksit të këtyre ujqëve të mëj politikë për të godit Hera Sani e Ruseni, duhet hetojnë çdo gjë në këtë vend. Dhe kjo nuk hetohet me thashetheme. Për mu, po t'i bëjnë hetim pasuror, si që i kanë bot disave, pa qenë subjekt i ligjit antimafje, edhe kanë eliminuar disa tjerë që kanë vlezër fëmijë të dënuar edhe i kanë quar me charter në Itali 3, 4, 5 vjetë burg për trafikant droge, nuk bëjnë hetim pasuror, po t'ja bëjnë politikës hetimin pasuror, shpëton ky vend. Pa diskutim, gjurmo paran edhe... Po këta nuk gjurmojnë. Këta gjurmojnë paran për të fut trastët për vete. Kush i qonë trastën, rëke qesin a respije. Xing Fu Japani nuk qonë trastën, atje burgu Xingu. Të hënën është protesta... është bësi pronari burgu të Fierit. Të hënën është protesta e dytë e Partisë Demokratike, foltoria 2 që zhvillohet përpara kryeministrisë. Merrni pjesë në protestat të tilla, do të shkojni? Ngjarjet e mëdha korruptive, po të kishte një shoqëri qytetare, jo kaq politizuar në ekstrem, për fat në keq si qemi ne, tu do të kishte ikë qeveria për gjinatën kom, ta gjenim shkup mjes. Unë nuk shkoj në një protest kur shoh që mrena 4 viteve shanë Ramën dhe i bashkon votat për çështjet më madhore për pislikjet që interesojnë Ramës. Çfarë po synojë? Një minut. E para, ti ishe zgjedhë dhe fale 5 bashki. Kishte mundësi ti fitonte? Nuk ka lidhje. Ai që i shmanget në gjithë botën çdo opozit me zil pret ketë zgjedhje, mundësisht ketë, por paktën për të rreshtu veten e ti nuk mund e kandidat. Pra, tu ofrun 5 zgjedhje nga halli, mund të vinë 5 tjerë. Mund t'jetë Tirana dhe 4-5 tjerë që janë në proces për të marrë dënim formës për në apet. Ti thu prap do i qeras. Atëherë, ti që i shmangesh betejës me kundërshtarit, me atë palë kundërshtar që ke, që vjen e ta levderon, ajo hirra në Tiranë, e hirra levderon se
Unë të lavdëroj Kim Jong-un, po t'je që m'jep ngraf gjepit mu, të them unë ka burë më të mirë se kë, se ma njenë mu që a thonë koreanët. E qartë. Pra, ti që i shmangë zgjedhje, ma më dërdëllis më që thu po protestoj kundër pushtetit. Ti do të shkosh çdo par zgjedhje, inshallah ka 7 ditë në javë. Nuk ka mision tjetër opozita, përveç se për të përballë me atë kundërshtar që ke se nuk zgjidhet kundërshtar. Ishit kandidat në zgjedhjet e 11 majit në listën e hapur, morët një përfaqësim të mbështetje mjaft. Ka marrë 7250 vota. Mandatin e deputetit. Nuk është për fajin tim se ma thotë edhe ndonjë debil kështu. Nuk është ky qëllimi. Ishte për të sjellë vëmendje afërsinë tuaj deri me 11 maj me Partinë Demokratike, por me këto qëndrime të Berishës sot, apo ndahet rruga juaj, këtu doja të shkoja. Dakor. E para se thash, ka edhe kështu komentues janë si gomar me avull. Ka trend me avull, ka edhe gomar me avull. Që thonë ti s'more do të mandatet. Unë e di mbështetjen që keni. Nuk po më kupton. Po të kish marrë PD-ja 15 mandate, pra nuk e ka marrë për fajin tim. Pa diskutim. Dakor. Por ishte për të thënë që në 11 maj ishit pjesë e ekipit të Berishës, ndërkohë sot jeni kundër politikave të Berishës, aksionit opozitar. Apo ndahet rruga juaj? Jo, po i bi si kështu amel, po pa me mu fol pa rumullakosje. Fol drejt për drejt, si që jam unë. Unë jam Partia Demokratike, jo për Berishën. Qysh në datë 8 dhjetor 19 si i student kamës, dhe nuk ka pru as Ramiz Alia, sigurimi shtetit, nuk kam qenë antar i Partisë Punës, as pion sigurimi. Dhe nuk jam aty kam qenë edhe kur ka qenë Berisha, 3 muaj parë ka qenë njeri Azem Hajdari, pastaj erdhi Berisha, pastaj erdhi Eduard Selami, erdhi Tritan Shehu, u kthy Berisha prapë erdhi Luli, unë jam tek Partia Demokratike. Dhe unë nuk njoh padrino, ta kam thënë edhe herë tjera. Unë kam vetëm një baba e biologjik, nuk kam baba politik. Dhe unë jam aty për të bërë këtë betejë parimore për gjithë ata që janë dakord me mua, kundër kësaj qeverie. E qartë. Ti thu ka thënë Berisha kështu, se unë nuk i kam lidh pyet në tjetër me ata që ju hyn kacabumi me gjithë mizë në gojë kur flet udhëheci. Shumë kënaqësi për kohën. Mund se dur shumë ti bëj kallo me dur tërkitje ta fin. Kënaqësi do kisha në studio. Faleminderit. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak.